tem, në këto zgjedhje ka ndodhur që degët e partive në disa raste edhe kanë tentu me bo sabotazhe ndaj kandidatëve të vet. Mendoj që në Prishtinë LDK-ja ka pas sabotazha për përparim Ramën. Po edhe në Prizren nuk është që ka ndaj farë raporte kështu të komedis, po dhe më thonë është mrena vetë degët janë. Pse ndodhë që kjo mentor? Pse ndodhë? Mendimin tam ndodhë për shkak se, për shkakun nëse morën Prishtinën, se për Prizren ndodhë për shkak të protagonizmit, kush me kon tash shefi i frigot që pja merë kryetar logun e partisë. Prishtinë ka qëto që tha kolega. Po. Me automatizëm. Edhe shumë e logjikshme, nëse përparim Rama e merë Prishtinën, bëhet kryetari i LDK-s. Po pra. Po, shumë thjesht jeni të e thonë që... Po thjesht se për thjeshtëzojmë. Thjesht për shkak se... Të jo pështil publikut na nuk mujmë në me Rama. Duhet me thjeshtëzojmë dhe debatet. Është të erujt LDK-n si parti. Mirë po... E para, e dyta, përparim Rama ka mbështetje prej strukturave të vjetra të LDK-s. Përparim Rama. Për dallim që Lumir Abdigjiku ka të lashëm. Protesta që në Tiranë u diskutu shumë Lusa Sona përparim Rama, po din me po kallëzën që është një person që është i hapun për gjithë. Strateg, këtë. Për mbështet vlerat e luftës, po shkon në për... Po dhe po qëtu do shta me të pytë mentor. Për mbështet, dhe më thonë ta... Qyshe pa pjesëmarrjen e Ramës në protestën e Tiranës? Po nuk ka i rapor, Rama ka marrë pjesë në Prishtinë. Po, jena në proces zgjedhor. Po pësë që ka lidhje? Ajo ke protest për gjithë, ajo nuk e ndalume për dikan. Fati ti që ka qenë në fushat. Mundet me shfryzua si fushat, po ajo edhe në protestin në Prishtinë ka dalë. Për dalim për disa personave të kryesisë të PDK-s si skandal. Edhe protesta në Prishtinë u mbajt në një vetë zgjedhor. Vetë zgjedhor, po që su kon fushat. Tash. Këtë viti fundit është këtë një farë fushate, mentor. Po s'ki qka me bodash, më shme dalë? Qështë e ti se u diskutu shumë, nuk është si njëjtë si kur unë me shku në protest, si kur... Veç të unis prej faktit, edhe kësaj, në më thonë, distancës që e kam pas të krijume në përkrahje ose mos përkrahje të krahë luftës, LDK-ja, që e ka pas gjithmonë këtë të lashëm. Përparim Rama i ka thuj këto... Ka thuj tabun. Tabut, po jo se është tamën LDK përparim Rama, sa i vetë ka thonë që nuk janë, do më thonë nuk i vynë LDK-s një përparim Rama me thuj tabun mes PDK-s edhe LDK-s. Në mujnë e shohë gjithë ditën përparimin, unë një atë personalisht, se më konë shkollë fillore bashkët mesme në 1-2 vjetë, jem konë bashkë të sa ka dalë. Kur të futosh në politikë ndryshon. Person, është një djali hapun. Me thonë është një person i cili i avshtrin dorën se cilit për mjetës procesit për para. Tash, sa komi kushtu që kjo, se sa komi ndimu që kjo atje, unë besoj që komi ndimu shumë. Plus. Pa, edhe ato, pa kërkesën heqë të PDK-s, unë jëmë shumë i sigurt, që ata 22.000 që kënë në atë për asamble, votat PDK-s, që ato jëmë votat realit PDK-s për asamble, pjesë e madhe t'yne kanë me votu pa ju thonë kërkush për parim Ramën. Pa ju thonë bashkë kërkushit. Okej, do më thonë nuk ka me lujtë rol PDK këtu, po ata votus kanë me shku të për parim Ramën. Të për parim Ramën. Mirë, të Prishtina, balotash, tash, Urani Ismaili është një farloj përcaktuse. Heqi që ato votat që kanë me shku direkt pa ju thonë Urani Ismaili, ku e sheti PDK në Prishtinë? VV? LDK. PDK që të kanë përcaktuse, në fakt? Unë e shoh që në mbështetje të LDK-s, fakt për parim Mbështetje të LDK-s. Edhe pse kanë pas këtu përçarjet? Edhe kjo po, edhe për këtë proteste në Tiranë që ke. Për shkak se për parim Rama ishte ofër, tash s'pëduane me politizu çështjen, pse ka qenë ofër djalit Hashim Thaqit. Mirë po, asë ndriti s'kish najt ofër për parimin nëse kish thonë dikush mos rrej ofër aty tash se ajo deshte ndikon të elektorati PDK-s. Ndriti nuk kanë gjyra partijake për momentin, është djali ish presidentit, nuk është pjesë e partisë. Jo shku kanë po fotografi me ndritin si me kanë ku me ditë. A i ka najtë të në kohën ofër tina. Kush, unë nuk e ditë. Unë mendoj që për parim Rama po e thënë tabun e LDK-s dhe po bën mirë. Shumë mirë. Prej që ka marrë pushtetin në Prishtinë, unë e ditë sigurt, e ka pas në kabinet vetin një përfaqësues të veteranëve të Prishtinës. Dhe ju ka përgjegj në çdo kërkesë që kanë pas veteranët e Prishtinës. Po i dhanë edhe mirë. Pra, e ka bën më shumë se çdo komunë ku është PDK-ja. PDK-ja nuk e ka pas asnjë përfaqësues në kabinet kryetarit, hala, në asnjë komunë. Pra, përparimi ka pri marrë
qysh duhet. Edhe unë e mendoj që përparimi meriton edhe një mandat, bile, për me hik lumirin shpejt, me në herë se Merve vjen. që pak se që to meritat... Po jo, kjo të e mojë gjakun Albinit, lumiri. Po Me pëse gjithë jeni kaq meblin tem. sigur që nëse përparimi fiton Prishtina, prap Lumir Abdigjiku nuk do t'jetë lideri lidhjes demokratike? Jo. Pse i ka që sigur? Pse hu? Ja, Nuk ka sigur shans. si s'mundet me kohë. Nuk ka shans, konventën e parë më në herë ka më shkuar. Edhe jem Le të këtë din mu rebelu e saj për këtë kryetarit. Ne Ne dim që nga ka po me Isa Musafën. Jo, le të këtë e din këto, i bën këto montime. Jo, Shqipe që që të që vërshime- ndjen Para, Prishtinë. për parim Rama, unë mendoj që është përtej lidhjes demokratike të Kosovës, Çfarë si aspekti? politikan. Okej. Ai është marrë kryesisht me menaxhimin e kryeqytetit deri me tani, por ai nuk ka, për shkak se edhe s'ka jetu këtu, por edhe për shkak natyrës që edhe mentori tha që është njeri i hapur, unë mendoj që ai nuk e ka, është shumë politikan racional dhe shen nga ardhmja. Nuk e kthen krokën mrapa me pa çka ka ndodhur dje, por don me pa çka do të ndodhë nesër. Në dy, unë pa ashtu mendoj se edhe UÇK-ja, por edhe rasti i atyre që po gjykon e Hag nuk është partijake. Okej. Mbështetja duhet të jetë Gjithë popullore. gjitha partive, si kurse edhe UÇK-ja nuk mundet të i përkas vetëm një partije Apo apo një tenton krah mu tjetër. këthy kjo Shqipe pak Edhe herë partijake? pyetja? Apo tentohet mu këthy pak partijake kjo pjesa e Hagës? Nuk do të thoja, sepse unë edhe në protestën në Prishtinë, po edhe në Tiranë kam pa njerëz që janë gjitha Po partive partive. politike. Tani, ka qëndrime politike të ndryshme edhe ndaj gjykatës, ta zëm LDK-ja ka qasjen më institucionaliste që thotë që ne nuk përzihemi në punët e drejtësisë. Qa më përzija e ka po veta gjykat? Po e ka po dhe PDK-ja. Ata që janë sot në Hag e kanë votu, ma dje Kjo kanë është diçka që si... s'ka rëndësi, sepse ata kanë Po, votu një pjesë e vetë, madhe ata e njerëz që dosjeve kanë që votu janë mirë. deponume që aty, edhe Edhe pjesë e madhe dëshmitarëve. dëshmitarëve që kanë LDK. Do të mi pranu Nuk, këto. Ata kenë pra ato po tham, po kjo nuk do të fakte thëtë se është dukshme. vija partijake, ata njerëz mund të Mirë, kenë që qenë mos aktivistat ta e LDK-s, por devijojmë nuk muhabetin është studio. qëndrimi i zyrtari i LDK-s që ata Jo, janë zyrtarisht pro se thonë, shumë. kështu si- Absolutisht, pra ndaj po tham, Po, ti individ, mundesh me pas sot njerëz që janë për partit ndryshme, që dje kanë pas krejt qëndrime edhe kanë bo veprime ndryshme. Qo veprimet mira sot nuk bojnë veprimet mira, Po. qo veprimet këqija sot nuk bojnë të tilla. Sepse faktën unë jam e prirë të mos i gjykoj njerëzit si të tillë, ty gjykojnë veprimet. Një njeri i mirë, unë mendoj që mundet me bo ndonjë vendim ose veprim të keq, me dashje apo pa dashje. Por kjo s'do të thotë që ai si njeri është i keq. keq. Ashtu si që një njeri që mund të jetë njeri i keq, nga njëherë mund të baj edhe ndonjë veprim të mirë. Kështu që ti ja gjykon veprimet dhe vendimet e njerëzve në kohën, në rrethona çfarë ndodhin, pa e ngjyros atë me ato çfarë ka ndodhur në kalumen, ose ku diun e çfarë mund ndodh në të ardhmen. Kështu që mbështetja është më shumë për të kërkuar që gjykimi të jetë fair dhe i drejtë. Po. Kur s'po thotë që na nuk kërkojmë që ata me u gjyku, tashmë ka fillu ajo. Të paktën unë çush e kam e kuptuar, të paktën unë pse kam marrë pjesë në protestë është me kërku që gjykimet të jetë fair dhe i drejtë. Mirë. Përparim Rama në Prishtinë Shqipe, ku orientohet PDK sipas teje? Unë e shoh përparimin fitues në Prishtinë. Qysh më kanë? Paka shumë dajt Kush është njëtin përcaktuese? qëndrim që e tha edhe mentori që mendoj që qytetarit, dhe këtë e kam të bazuar edhe në disa rezultate një sondazhi që kam pa, ku qytetarit janë pyetur nëse ta zëm kënd do ta votoje. Dhe pastaj e kanë pyet edhe cila është zgjedhja jote e dytë. Dhe këtu Rama ka dalë bindshëm, më i preferuari nga votuesit e shumicës së subjekte politike që kanë zgjedhur dikën tjetër për të parin. Dhe kjo më len me kuptu që edhe votuesit që kanë votu LDK-n, por edhe PDK-n, AK-n apo PSD-n, nesër gjithësisht me nëntor do të mbështesin, do të votojnë Rama.